veç edhe as edhe një grim nuk u mundove me qit keq, nuk kam nevojë me qit keq. Tendenca jote është shumë okej. Çfarë tendencë për Elion? O Klodi, Çfarë tendencë? Klodi, vetë fakti që për një me je mundu, do më thonë me patjetër, mi nxerr dosane ose me nxerr bishta në bisedë, një gjë që cilla unë nuk e mendoj që e bën të jashtë. A bën të jashtë? Më fal, çfarë bishtash? A bën bashkë biseda çështu? Edhe çfarë bishtash? Kështu, unë jam mësu. 27 vjet jetës time Eliona, jam mësu me njerëz kur më flasin për diçka, edhe mi cekin dosene, unë ato sene i marr edhe i analizoj edhe flas për ato sene të cilat ti cek. Unë nuk shtova asnjë informacion, ti e bone edhe unë thjesht i analizova. Jo, po ti i ceke qashtu qysh i more, jo qashtu qysh ti ceka, unë ta thash, qysh ta ceka, edhe për çka ta ceka, ti prap vazhdove në ato tonë. Edhe realisht po fakti që ti e cek tregon që niveli i debatit ose i bashkëbisedimit në këtë rast, përderisa na flasim për diçka, ti kthen një argument tjetër që nuk ka të bëjë me biseden, mu më tregon që ti te kjo bisedë nuk ke çka me thonë mo, apo kupton? Se une, për një gjatë cilën e kemi sqaru, edhe ti thut, du me të kërku fali kur të ndjej, nuk e të cek kur si argument, edhe hajgare me kanë. Nuk e kom të cek si argument. Më falë, nëse unë të thëmë diçka e kundër përgjigja jote është, atër do që pas ka pas drejt e kjo pjesë. Eliona, mu më bezdis. Po realisht edhe fakti ti që ma jetu e përmend. bëhet njëjtën gjë. Pse? Se edhe ti jetu, ja ki njësë më thonë, ti po thu fakti që për do sene që unë e kum kërku falje, po i nojnë dyshim tash ti prap, ose po të akuzoj edhe pse që kjo nuk qëndron, jetu e bëhet ti se edhe ti. Më fara të greha unë na akuzë ty? Dyshim, po. Dyshim e akuza është i njëjtë gjë? Jo. Okej. Atë të flasim me terme të sakta. Orna? Të flasim me terme të sakta se s'po m'duket e drejtë me më thonë hedh do akuza kur unë thjesht kam dyshime. Okej, atëherë na falem për dyshimet. Po? Okej. Ti the që une kum dyshu në një pjesë, do më thonë që ti ki buluj, një Jo, ti gjë nuk ke për dyshu, cilën ti atëherë më ke hedh akuza. Orna? Në atë kohë më ke pas hedh akuza, jo dyshime. Akuza më falë qysh rrjedh prej dyshimit. Po pra? Okej. Po. Atëherë thedh kum akuza. dyshu, Ke dyshu atëherë ke hedh akuza atëherë. kum dyshu, masanaj e kum lënë atë pjesë, kum kërku falje. Jo, ke dyshu, ke akuzu, masane e ke lënë atë pjesë, e ke kërku falje. Okej, mas dyshimit rrjedh akuza, okej. Po? E kum bo, Se dyshim nuk do me thonë do mos të i kum shmerisht rrapshman. akuzë. i kum rrap shmon. Në fakt çto s'pe kuptoj, dush me ma spigu ç'ta shkurt marroj, veç më lem me marru se Po, more. mos ma hop topin. Jo, s'po ta hupi, e di që është specialiteti jot, mja hup topin njerëzve. Jo, realisht jetu e boklot, si Jo, kam pre, lem jo me në vazhdo më përfundu. stanin. A Okej. në lem pro ta përfundoj, se Vazhdo. më ka mundona. Atëherë që ma hupe. Mjen keq. Thash, realisht jetu e bo edhe ti të njëjtën gjë, apo jo, a i bjen qashtu. Ti e kum pas, unë e kum pas një dyshim, kum hedh akuz, jom pëndu, e kum pa ndrysh, kum kërku falje, edhe u kry. Edhe ti, që të dyshime që i kam e ban, i ki pas ma herët, Po? e ki nal, e tash tu kanë këthy prap. Tash ti, ajo është një gjë njerëzore. Okej, këshër. Edhe me pas kun. Normal, Unë nuk absolutisht. qëndron. Këshër, edhe në analiza shkenstore, ti mund shme pas një konkluzion, pra një qeshtje, për të risa shtohen faktet reja, mund shme ngrit dyshime, taj konkluzionin cilin ti kem rima heret. Kështu që, për të risa në të ti, shoh, sjellje ndryshe, reagime ndryshe, ose një tendencë ndryshe, si që pa më dhe mram, besoj në mënyrën më evidente në prime, kam gjithë drejten e bocë me pas do dyshime, ose me mu kthyt ato dyshimet që kam pas një farë kohë, cilat i kam lanë anash edhe une. Por në të njëjtën kohë unë nuk të hedha akuza. Jam të pas dyshime, po analizoj situatën, po shoh prapë reagimet që nuk më pëlqejnë, që nuk përputhen me një realitet cilin unë kam jetu në raport me ty për një muaj e gjys. A kupton? Okej. Besoj që qëndron shumë mirë, për derisa unë këtë gjë baj prapë ta presis tu të vlerësu ty si njeri, pa të mungu respekt, pa të ofendu, pa ço. Nuk besoj që dikun unë po gaboj, sinqerisht. Atëherë unë nuk lanë Kështu fare që, për ato kisha dyshime pas që qef, ki. e në Unë debat me mendoj- mu, mos me unë më thonë, jetu sill eger, për derisa nuk jam të bo, mos me më thonë, kështu nuk e fiton pikun,
ose je të mungu respekt deri diku, kur unë nuk jam të i po këtë gjona. Ato, veç një sekundë. Se unë asnjëherë s'kam thonë ty qysh e fiton bigun, Ato okej. që ti nuk e fiton bigun që ashtu që ajo më ka rrjedh qysh prej, nuk e di prej. Gjithmonë gjatit. pa lidhjes, Që më- nuk më surprizon as kjo. Janë komente që nuk kanë hiç Gjithmonë, pjesë pa, me edhe lojë. Kjo është disrespekt për një me. Disrespekt? Se gjithmonë nuk Pse? foli. Se ti Po po pse me ta cekni fak është disrespekt e Liona? do me thonë fakt ko ka qenë gjithmonë flori pa lidhje. Jo, po që i shton kanë herë do llofe, E po ju në na këtë rast folëm që nuk për ka të bëjnë me palidhje. bisedën. Po Po është palidhje, bre? Është e drejta jame me kuptu që ashtu se përderisa unë e them. E kjo është disrespekt? Se përderisa o Klodi, në që unë e marr si disrespekt në momentin që unë e them, e që aty Okej, fula ta palidhje shpjegoj edhe ti disrespekt, veç një Jona. sekond. Po ta le- shpjegoj edhe se po s'po jo, kam po qef me ti dalë s'pe mesazh i kupton gabuar në as publik, apo kupton jo, sikur jo. unë po të disrespektoj Po ty. ti s'pe kupton se E unë di po vjen keq, apo po ndihna keq. Ua, njëri i lodhshëm je bre. E Liona po ndihna keq, Po, përderisa veç ti një po thu që po sekond, disrespektoj. Po lem pra ta çoj deri në fund se ti as Okej. deri në fund si kam lënë me çu njëri. Okej. Edhe më thu mua në i shtroj 30 llafe. Jo ti s'po më lën as hapësirë me fol. Okej, vazhdo. Unë e thash, e fola pa lidhje the ti si gjithmonë. Po se The shpesh si herë gjithmonë. E normal se në momentin që ti thu që unë si gjithmonë foli pa lidhje ose foli një gjë pa lidhje, ajo është për mua disrespekt, se unë nuk kam fol gjithmonë me ty pa Disrespekt? lidhje. atëherë disrespekt. Po pse nuk më ki thonë ma herë që unë po fleq Elona, na veç pa po, lidhje? vesh- Pse ti ki bo biseda Okej. me mu përderisa unë Lutem me Liona të cekim fjalën disrespekt sepse është realisht me disrespektu një person është një gjë e keqe, edhe unë nuk e kam këtë tendencë me e bë. Disrespekt është kur unë ty ti shkeli vlerat, parimet, opinionet ose fjalët, ndoshta në mënyrë denigruese, ndoshta në mënyrë ofenduese ose tu qa. Unë këtë gjë prapë se Po prapë një po të gjë që cekim. e bune që dash. Pse? Ku të shova unë? Fjalët e mia jo nuk i shove. Po unë e thash që ai koment ishte pa lidhje. Si gjithmonë. Okej, ndoshta fjala sakt nuk është gjithmonë, po si shumë shpesh. Që kanë njëri ban dokumente pa lidhje. Okej. Sidomos javët e fundit, nëse do në ti ceki, të ceki ndoshta matronën, s'ke ditë mura atu, 27 vjeç, 3 lidhje. Adin, O Klod, për një me, wow. no, Nuk ti e është po ta di që e ceki. shfrytëzon, domethënë për një me, çto për një me kom çtash. Po? Që një njëri e ka një bisedë, ose e ka një raport shoqëror edhe e merr drejtën, një gjë që nashti isha duf me ta kërku nashti mas pare, po e merr drejtën në bas raportit që e ka, me t'i thonë do fjalë, ose me t'nguc, ose me t'i nshu do fjalë. Nuk ka kanë guci, Ajo- je kanë serioze, për nuk diri sa është- ti ke kërku falje din shumit që ka qenë Jo, një unë moment. t'kom thonë, unë t'kom kërku falje që t'kom bo më ndi keq, atë që A, tendencë do më nuk thë- e kom bo për me A do më thonë ajo ndi ka keq. qenë rregull? A ka qenë rregull ajo pjesë? Klodi, Po të në pës, momentin po ajo. që unë të bëj Po më jep ndi një keq, përgjigje shkurt për po atë jo pjesë. të ta jep, po unë në mënyrën teme, ti nuk mundesh me mësu më qysh unë me fol. A ka qenë rregull ajo pjesë? Ajo Unë po pyetje që të ti më fal. Ajo filmim që ti ke bën ndaj meje, a ka qenë rregull? Përderisa unë ty t'kom bo më ndi keq me atë pjesë, jo nuk u konë në rregull, atë që tendenca nuk u konë me të bo më ndi keq. Dush më nuk u sodë këtë konë. gjë. Do fjalë që i thon një njeri, këshir, edhe në jetën jashtë, nëse unë ta them ja them një fjalë dikujt, unë do të më ditë ajo fjala është mirë a keq, po marr parasysh ai person a ndihet mirë a keq për asaj fjale, okay? Se ka shumë dallim. Prapë jemi ty Po, fol po, për a diçka flet që i varet thu ti prej e pastaj raportit për me reagimin. Klod. Unë asnjëherë nuk kam përmend ty lidhjen, asnjëherë nuk kam përmend ty asnjë gjë rreth jetës tone, ti mua ma O ke bë. Klod, ti din shumë mirë që unë t'kom nguc edhe për para t'kom nguc. Ajo nuk ka prapë po e cekim, nëse se shumë mirë ti ke cek, ajo ka qenë një bisedë shumë e mirë deri dikon, do të thënë deri në atë moment. Përderisa na jemi të pas një bashkë bisedim, pa hajgare, tu fol për të gjona në mënyrë shumë qëndosht edhe shumë të sakt, momenti që ti mbrin e ma bani koment tillë, thjesht tregon paragjykim. Se ti E ti ki një vetën para E, gjykun kështu, për mua për Elona, atë pjesë. për sa Unë na për mund të atë kemi pjesë- raport këtu mrena, ti mu nuk kem një jashtë, nuk e din çysh e kam jetuar në jetën deri në tetor, në nën kur kena hi këto. Kështu që ti nuk e ke asnjë drejt me fol për atë pjesë. Jetu më habit se për një me që aty veç t'kom nguc, edhe fakti që masanej, për një Elona, me jenë një keq mos e për asaj justifiko, pjese, Me Më ka nguc, ardhur keq. kur ti e din jo shumë nuk me mirë, justifikoj, qysh por e ti ke e din thonë? shumë mirë që na e kena pas raportin e tillë. Unë edhe përpara me t'kom nguc nguc. për jetën e kalume? Valloj, unë edhe përpara t'kom nguc edhe t'kom Për thonë. jetën e kalume? Ti je për martesë, ti. E ke unë thonë hajgore, e di atë natë ka shumë qenë mirë. një bisedë shumë interesante, shumë e mirë, Okej, ti po ke bëni gabimi koment shumë jam pa që lidhje. nuk e kom nënvizu si ngucje në qatë Po sekund. ti din shumë mirë që s'ka qenë se natë nesër kur e diskutuam, E unë tash ti, thash, e unë ti po e ta them, pranove që unë s'ka po ta qenë. them çish e kom thonë. Jo, nesërmen ti e pranove që A nuk ta ka thash qenë po e ki ngucje. mirë? Po, Jo nuk ta thash.
nuk të kom thonë po e ki mirë. Eliona, të lutem, të flasim shumë qartë. Për ty, jemi këtu në Big, a është në rregull me i thonë një personit cili ti nuk ja din jetën përpara dini atë moment me i thonë s'ke ditë mu rahatu i ke pas 3 lidhje, nuk je martu ala. Fiks ashtu nuk ta kom thonë në radhë parë. Po thjesht, a është në rregull një gjatë tjetër pa jo? Po jo nuk është okej, nëse po tu e marr parasysh raportin edhe shoqnin, normal që une ti dikun e ku marr tashti une po të tham, tashti gabimi jam u kon që une sa kum kërku drejtën, po une tu marr parasysh raportit e kum marr guximin, një gjë që tashti për një me u kon shumë gabim, e kum marr guximin me ta thonë, si ngucje, si me të nguc. Me lëndrimin që kam personi më të afër këto asnjë nuk flas për jetën e tij jashtë derisa ka fillu Bigu atin. Po më duket diçka shumë jashtë logjikës. Si ndryshe, unë i bëj ndryshe, tashti ti për një me ty nuk po kuptoj vëlla. Po nuk është ngucje, se ti din shumë mirë nëse më qysh ke reaguar për atë pjesë. Normal. Po normal se po e kuptoj Klod, realisht. Kur nuk mundesh me majt, thon natën e mirë. Okej, apo do me majt për një me. Është në rregull një koment i tillë? Përgjigja më e saktë në atë rast duhet me kenë ju. Por te ke qef me zgjat me justifiku veten. Jo, nuk po du me zgjat, pa den edhe një gjë që po më duket shumë interesant. Që ty çto janë atje që duken interesante. Po që kjo është mos flasim për gjëra të tjera, kur realisht që kjo bisedë u nis për një gjë tjetër edhe ti dole ka hinë e ka dole. Unë ceka se unë kur po dal, domethënë nuk është okay. Unë thash koment jashtë. Jo, nuk ceva unë. Ti je shumë i aftë. Eliona thash koment pa lidhje edhe ti më the thash si në raste të tjera, ti më the cek me rastet, unë ta ceka një për shembull që është më i fundit. Ti e kërkove me ta cek një rast tjetër, okay? Kështu që mos më thuaj mua që unë ktheva në tjetër gjë. Çe kush s'le më fol edhe kush i shtron 30. Po mos i dredh situatat Eliona. Nuk po dredhi as edhe një situatë. Më the që unë ktheva një tjetër temë. Ti realisht ma pyete, ma lype një rast tjetër konkret edhe unë thjesht ta ceka. Për çka një rast tjetër konkret? Për komentin pa lidhje. Realisht nuk ka kërkuar atë vet. Eliona, të thash koment pa lidhje si në raste tjera, e ti më the cilat raste edhe unë ta ceka. Të lutem, me mu mos o tall, të flasim qartë. Jo, okay? Se përderisa ti ma lyp me ta cek, me të cek raste tjera, e unë ta cek një rast, ti nuk mundesh me më thonë mu po kthehen në tema tjera. Se ti vetë kërkove me ta cek. Okej. Nëse harrove, je përgjomshëm, s'di çka më thon flajmë e diskutojmë nesër. Okej. Elam, diskutojmë nesër? Okej.